Gjirokastra mirëpriti edicionin e 9 të takimit të polifonisë, aktivitet I cili transmeton vlerat e folkut tek të rinjt, edukimi I brezit të ri me këngët ISO polifonike dhe vallet tradicionale gjirokastrite, ishte mesazhi I këtij eventi, duke nxitur dhe promovuar trashëgimin ton kulturore. Në drejtimin e mjeshtrit të madh Roland Çenko, takimi I polifonisë përçon tek brezat e rinj, vlerat e folklorit. Organizime të tilla vijnë si nisma për të promovuar interpretuesit e rinj të folklorit shqiptar dhe për të nxitur ruajtjen e trashëgimisë son kulturore. Kështu që jam shumë krenar për këta fëmijë sepse janë të tërë që e duan edhe ju jepet rasti vetëm një herë dhe kështu që unë kam punuar për bukurinë me ta dhe jam shumë kënaqur. Unë mendoj se bëj gjën e dur edhe shikoj që kanë interes të madh fëmijët edhe kjo është gjithçka që unë kënaqem. Edhe vete pa problem, se sa vete më presin me kënaqësi dhe kanë dëshirën e madhe, duan edhe të tjerë të mësojnë, po varet se sa njohuri kanë. Megjithatë, po ecën mirë për. Kënga polifonike është një vlerë e trashëgimisë kulturore botërore në mbrojtjen e UNESCO-s, e cila tërheq gjithmonë më shumë të rinjt, duke mundësuar transmetimin e saj në breza.